Pra, të bëjmë një qartësim juridik që duke përfshirë edhe tek politika. A ka vullnetin zoti Rama ta shkarkojë për shkak se ka mendim, dyshon për veten e tij që edhe ai vetë mund të jetë i përfshirë në këtë pabesi që i ka bërë zonja Balluku? Si nuk më shkon mua kjo ngjitje fjalive, po gjithsesi nuk ka rëndësi kjo. Rëndësi është që ne duhet të sqarojmë tek opinioni publik që çfarë konkretisht zoti Rama ka bërë. Pra, zoti Rama thot, unë është në vullnetin tim, në tagrin tim, ta shkarkoj zonjën Balluku, por nuk është kurse si në tagrin e një pushteti gjyqësor që të më detyroj mua të zbatoj një vendim kur ato janë kompetencë të mia politike. Zoti Rama ka të drejtë. Po kjo është propagandë pastaj, ideja, kjo është propaganda. Në rastin e Arben Ahmetajt nuk i dhim sa i kaq shumë sa i përket funksionit të zëvendës kryeministrit. Se për zotin Ahmetaj nuk shkoi dikush të kërkoj pezullimin. Për zotin Ahmetaj shkoi dikush të arrestoj zotin Ahmetaj. Pra, tek zoti Ahmetaj nuk vajt dikush të bëj pezullimin, ndërsa te zonja Balluku vajt të bëj pezullimin dhe ndalimin jashtë shtetit. Tani, të bëj një pyetje unë ty, tani kush është më i rrezikshëm, ai që ka ikë 100 vite më përpara nga pushteti ose ai që është në pushtet edhe e pezullon edhe i ndalon pasaportën që dalin nga vendi? Pra, e kupton se diçka nuk shkon mirë, prandaj nuk i lidhun, e kupton? Ndonjëherë kur nuk e ndalon edhe nuk e përfundon logjikën tënde, del pa kuptim, po brenda përmbajtja e logjikës ka sinjale. Se reflektuese, pra, unë jam ai që flas, ai që më dëgjon do të kuptoj. Në rast se unë nuk ja lidh fjalit ashtu siç duhet, ndonjëherë unë e bëj për strategji, supozojmë. Po ai se kupton. Dhe thotë, çfarë tha ky prap tani, e kupton? Edhe tani veprimi i Spakut ka një strategji, ka një bot kuptim tjetër, nga do ta di unë. Por, duke marrë si referencë rastin e zonjës Balluku, unë ju them që po ka një ndërhyrje në pushtetin ekzekutiv, se nuk mundet një vendim gjyqësor të godas pushtetin ekzekutiv. Dhe prandaj zoti Rama kërkon me të drejtë, se dhe unë të kryeminist të isha atë do kërkoj. Po s'është hera e parë që ka ndodhur, se ka ndodhur në shumë vende europiane deri në Amerikën e Jugut për këtë çështje, e kupton? Nuk është se i bën shumë ndërgjegja e Tiranës për ndërhyrjet në sistemin ekzekutiv nga ana e sistemit drejtësisë. Jam habitur shumë me këta që më bëjnë kështu referencë libra. Jo, ka pa fund, se i kam lexuar edhe unë, ka pa fund. Sisteme juridike, dëgjoj, duhet kuptojmë, ne kushtetutën e kemi për veten tonë dhe mbi kushtetutën bazohemi. Pra nuk duhet bëjmë gabimin që bërëm tek reforma në drejtësi, aty ku ishin 20.000 dosë duke pritur, janë shtuar 200.000 dosë. Kupton? Që kjo është reforma në padrejtësi, nuk quhet reforma në drejtësi. Dhe rasti i zotit Rama nuk është mbrojtje ndaj zotit Rama dhe ndaj zonjës Balluku, se ti je i pari që un kam thënë për zonjën Balluku që situata nuk e ka mirë dhe do zvarritet nga zoti Rama në mënyrë procedurale nga Spaku. A ka dal apo nuk ka dal? Po, e keni parashikuar para shumë muajsh këtu në Agora News. Po, ideja është që në Everest tani nuk janë në Shqipëri, kupton, jetojnë në botë tjetër. Po dëgjoj tani, jo po them, ne i themi qytetarëve të vërtetën. Cila është e vërteta? Është e hidhur. E vërteta, zotëri, ka dy dimensione. A është e mirë, është e keqe. Por në të dyat rastet ty nuk do t'hypi vetën në qef, sepse e vërteta ka pasoja. Dhe këtu tani, qytetarët duhet të kuptojnë këtë gjë. Çfarë? Zoti Rama po lufton për veten apo po lufton për institucioneve? Unë mendoj se zoti Rama po lufton për vete. Unë kështu mendoj. Por unë kur flas për rastin e kompetencës, unë flas parimor. Pse? Jam unë kryeministër o vlla. Po kandidoj të bëhem kryeministër? Jo. Pra unë them, zotëri, vendimi i gjykatës së posaçme të partisë apo gjykatës së posaçme të plepaxhive apo gjykatës së posaçme të atyre që i kanë bërë reformë që është antireforma, që nuk është reformë, është mashtrim publik, ka shkelur kompetencat e kryeministrit. Nuk më intereson a është Rama sot. Nesër më bëj një buf, ku e di unë kush do vi kryeministër, s'më intereson. Mirë. Unë nuk po mbroj kryeministrin. Unë po mbroj parimin që kryeministri, çdo lloj kryeministër që të vi, ata që kandidojnë që të janë në fushë betejë, kur të bëhet kryeministër mos të ndiqet nga Spaku ose nga një prokurori duke kërkuar të pezulloj pushtetin ekzekutiv, se ne 3 pushtete kemi në kushtetut. Legislativi që është i pari, i dyti është ekzekutivi dhe i treti në fund të bisht të kavallit bie gjyqësori. Po i kemi, s'kemi, nuk i mohojmë dot.
po nuk mundet njëri të futet të tjetrit. Dhe e di pse ta them Bardhi këtë, sepse dua ta analizojmë, sepse kemi kohë. Dëgjoj pak të analizojmë diçka. Dhe prandaj e them unë që nuk mundet gjyqësori të ndërhyjë te ekzekutivi, sepse vet kushtetuta ka dhënë garanci dhe thot çfarë? Për shembull, po të lexosh këtu, një gjyqtar si pezullohet, pra kur ka ndaj një gjyqtar një mas sigurie, mirë, ai pezullohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Pra kushtetuta e ka ruajtur pezullimin e gjyqtarit përmes këshillit të tij gjyqësor që përfaqësohet. Kështu ndodh edhe tek prokurori, përmes këshillit të lartë të prokurorisë, ajo merr vendimmarrje për të bërë pezullimin kur prokurori dhe gjykatësi ndaj tyre ka një mas sigurie. Ose ndaj tyre thot ka filluar një procedim disiplinor. Mirë, ndaj tyre ja është dënuar në mas thot për një i pandehur, është marrë i pandehur për një vendim të rënd, pra për një vepër penale të rënd. Pra, ke 3 raste të cilën nuk shkon vendimarrja e gjykatës që thot ti futesh në burg, ose ti merresh i pandehur, ose ti merret masa ndaj teje disiplinore. Por është Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë të Prokurorisë që e vendos zotëri. Dakor, po mbetemi te çështja Balluku se njerëzit nuk i kuptojnë detajet të tilla juridike dhe është shumë e vështirë. Ne dalim në televizor të themi lexova këtë libër, romani, ky libri këtu thoshte këtë historia e Amerikës, ne jemi në Shqipëri dhe ato thonë ligji amerikan thot kur ne jemi në Shqipëri dhe rendi juridik me Amerikën, me ne është nata me ditën, s'ka përputhje fare me njëra tjetrën. Po në këtë rast që hiçi huçu e më kupton populli dhe ngatrohet. Në këtë rast cili prevalon më shumë vendimi interesi kombëtar. Interesi kombëtar është që ndalohen vjedhjet. Interesi kombëtar është që ndalohen vjedhjet më tej. Që për shkak të vizave dhe për shkak të presioneve të fondacioneve dhe të nënshtruar në amerikan, kanades që përvitësojnë flamurin amerikan, duke bërë tenderime dhe duke nga përfunduar nga ambasador karriere dhe përfundojnë në kompani private edhe i bën këta, sa janë ambasador këtu, qo ulu, qeco gatitu, mirë, ky quhet cenim integritetit kombëtar të vendit. Prandaj them, këto loja nuk duhet bën në këtë vend. Po mirë, çfarë duhet i bëj gjykata? Një moment, çfarë duhet i bëj gjykata kushtetuese kur Belinda Balluku është kapur me presh në dorë? Jo pa, po them diçka patriote. Dëgjoj mua. Po duan antishqiptarët ta arrëzojnë Shqipërinë të dalin përballë të arrëzojnë, po duan. Antishqiptarët që i kanë edhe flamur shqiptar. Mirë. Po nuk është çështja antishqiptarësh dhe shqiptarësh në këtë rast. Nuk cenohen zotëri, më dëgjoj mua. Nuk mund të cenohen institucionet kushtetuese dhe të mbetemi në vakancë kushtetuese. Cilat institucione kushtetuese? Cilat? Është e rrezikshme. Institucioni kushtetuese është gjykata e lartë, gjykata kushtetuese, gjykatat. Po s'po merremi me këtë pjesë, po merremi me faktin që pse ka kaq vështirë Edi Rama ta shkarkojë Belinda Ballukun dhe ta zëvendësojë me dikë tjetër. Një sekond, jo, mos shko, se aty është loja, më dëgjoj mua. Nuk është çështje loja, më. Çështja është që ky është thelbi. Shiko, Bardhi duhet ta shikojmë pak ndryshe. Në Kosovë nuk ke qeveri. Po le më Kosova është shembull i tjetër apo? Kosova s'kem lidhje fare me Kosovën. Nuk duhet ne të bihemi viktim e lojës që po pastrojmë korrupsionin, ndërkohë Kosova është në rrezik. Po le më Kosova do merrem në ditë tjetër, po të merremi me pjesën ku kaq vështirë ka Edi Rama që ta shkarkojë Belinda Ballukun? Më dëgjoj pak, Shqipëria nuk është e vetme në Ballkan. Kaq po të. Po s'dojmë në çështje gjeopolitike tani, e kupton? Jo, po për një sekond, Spaku nga kush u bë? Nga të huajt, kështu kanë thënë politikanët shqiptarë. Pra, unë them që Spaku ndikohet nga të huajt, jam dakord. Pse? Sepse është fakt konkret që edhe populli shqiptar e pranon. Shko thuaj ti Bardhi, unë shqiptari Bardhi, dua të bëj një ndryshim për shembull tek sistemi zgjedhor, sistemi juridik. Populli do të marrë çfarë do të ky do bëj ky, ku di ky më thot. Kur dalin të huaj që vi me kostum këtu dhe se kanë bën ç'a ndodh në Shqipëri
vjen thot 2-3 budalliqe ai, e marrin këta fakt të kryer dhe e bën këta fakt. Pra, dua të spostojmë pak atë që flasin të tjerë dhe thonë, po nuk e pezulluan, ajo prish prova. Arrestoje, zotëri. Jem dakord tani këtu bardhi. Arrestoje. Pse nuk e arrestoj përderisa e kanë shpallur pandeur? Po pse arrestove Ilir Metën ti? Pse arrestove Erion Velin ti? Pse arrestove Ilir Beqën ti? Pse arrestove Ahmetin ti dhe këtë azilant dhe mirë bën atë gjë. Azilant, ai tjetri që është Lefter Koka, sa e arrestojnë për një çanator, 20 herë për një çanator, kupton vetëm në Shqipëri ndodh kjo. Të arrestojnë 20 herë për një çanator, kupton? Pse ti pse ndodh kjo gjë? Ja më thuaj ti mua. Pra, ti ke frikë shkosh të kërkosh autorizim tek parlamenti ku kjo ka deputetët e sajt? Lind pyetja. Po zoti Rama nuk ka vullnet ta shkarkoj. Ti pse nuk ke guximin si prokurori e pavarur e panshme, Lare lavazhierë tani? Pse në këtë rast dëgjoj tani këtë rast që ti themi qytetar toj. Kur Gülseni dilte për Ilirin, për Sali Berishën, për Sajmir Tahir, për Jon Velia, për Zumin Pafasi, për gjithë këta kështu, thonë qeni njëri qeni tjetrit. Mirë. Por lind pyetja, po ata analistët që dilshin edhe thoshin nuk gëzuar për Sali Berishën që e arrestuan e proceduar, për Ilir Metën që e arrestuan e proceduar, dhe tani për rastin e Erion Velis dhe Ballukut fillojnë edhe kanë ndryshuar pllakën, po jo spaku kështu, po jo ashtu, po partia, po kjo, po ajo. Po pse kanë ndryshuar këto analistë? Këtë duhet i thoni popullit ton. Mos shkoni po nuk është thelbi a do të shkatroj provat. Se të them unë një gjë ty më vlla. Më jep mua porosi dhe më thot shkatroj provat. E kap do ti? E kap si fakt vlla. Nuk e kap dot, se ma dha porosin. Ku e di ti që më ka thënë mua shkatroj provat? Se shkatrimi provave ka edhe mënyra të ndryshme. Thot Balluku, ti shkatroj provat dhe gjeneroj. Ajo punën e qetër. Nga do ta di spaku për shemb. Nga do ta di që dikush tjetër, ndërkohë që ajo është jashtë, i shkatron provat për interesin e saj. E kupton që jemi në një lojë. Dhe te kjo lojë nuk dua të çoj ty. Dhe unë prandaj po të them, po çfarë po luhet konkretisht atëherë? Çfarë po luhet konkretisht? Po luhet që në sy të popullit të ekzistojë skenari që thuhet qartazi. Se si duhet goditur reforma sepse arrita kulmin, dhe kush është kulmi? Goditja opozitës. Saliu, Iliri. Goditja e partisë. Erion Veliaj, më i forti brenda partisë. Ky quhet kulmi politik. Dhe çfarë është tjetër? Pra ju thoni se është çdo gjë e dirigjuar nga Edi Rama. 11 maj, çfarë është? 83 mandate. Në një vend demokratik, në një vend me zhvillim, Franca, Gjermania e këto, kaq të hajdut, ose kaq të pandeur të merren nga qeveria, kjo qeveri do të ishte në këmbë, të paktën do të ishte një qeveri teknike apo do të ishte me një qeveri koalicionesh. Po ka popullin trim dhe liri dashës që e mban në këmbë. Zoti Dumani çfarë bëri? Atë që i donte Partia Socialiste, partia e tij. 83 mandate. Zoti Dumani ja arriti me sukses. Pra, e kuptoni kush është loja. Ju lutem, mos u përqendroni tek procedimi penal. Nuk na intereson a është hajdut tjetri apo jo, sepse spaku nuk dënon. Shqiptarët mendojnë që spaku dënon. Gjyqësori duhet të dënojë, po duhet të jetë sipas standardeve dhe jo sipas mentalitetit apo kushtetutës së 1944. Prandaj ju them,